Ky pacient me kancer gjatë kësaj jave i bëri rreth 60 kilometra rrugë për të mbërritur në QKUK dhe aty e kuptoi se ilaçi që e merr në baza javore mungon në këtë institucion shëndetësor. Përveç rrugës Kamenic-Prishtinë, pacientit të diagnostikuar me kancer të qelizave plazmatike të gjakut i kushtoi edhe financiarisht mungesa e ilaçit në QKUK. Po mungonte ilaçi Bortezomib, një ilaç që kushton, nëse është intravenoz kushton 160 euro, nëse është jepet këtu kushton 180 euro. Nuk kemi qenë të njoftuar, do të thotë veç kur kemi ardhur, faktikisht disa pacienta kishin marrë informata që mungon, pastaj na njoftuan edhe motrat. Ai u shpreh kritik ndaj personave përgjegjës në QKUK për mos njoftimin me kohë për mungesën e ilaçit Bortezomib. E gjeta ilaçin te barnatorët, edhe e bleva, më qelluan mjete. Unë po habit na pse të pakten mos më na njoftu javën e kaluar, që javën që të vini ka më mungu ky ilaç edhe ne ishim gjetë. Në këto situata mujnë edhe më të mungu paret, kur i kje një javë për shembull dispozicion gjindesh disi, kish pacient që i mungon, s'kish qysh me vdi edhe qështu. Sipas tij, në klinikën e hematologjisë ku e merr terapin, nuk ju dha arsye për mungesën e barit e as për kohën se kur do të jetë në dispozicion. Me situatë të njëjtë u përballen edhe pacientë të tjerë të diagnostikuar me këtë sëmundje. Në shërbimin spitalor klinik universitar që menaxhon QKUK-n dhe spitalet rajonale nuk i komentuan ankesat e pacientëve për mos informim paraprak të tyre. Jemi në pritje të liverimit të produktit Bortezomib. Kërkesa për furnizim tashmë është procesuar nga menaxheri i kontratës. Për informacionin tuaj, deri ditën e premtë kemi pasur furnizim. Ky ilaç ka munguar edhe gjatë janarit të këtij viti. Koha ka raportuar se si disa pacientëve i ishte ndërprer kimioterapia në mungesë të barit Bortezomib. E në këtë rast dhe në rastet e tjera, autoritetet kanë përmendur procedurat e prokurimit kur janë arsyetuar për mungesë të ilaçeve. Në institucionin e avokatit të popullit, thonë se kanë hapur hetim në lidhje me mungesën e barnave që janë listë esenciale dhe u bën thirrje qytetarëve që përballen me këtë situatë që të raportojnë në këtë institucion. Drejta për mbrojtje shëndetësore dhe sociale është një drejtë themelore e secilit qytetar të Republikës së Kosovës dhe kurdoherë, natyrisht po e përsëris tani herë që kurdoherë që ata pretendojnë që u janë shkelur këto të drejta, po mund vinë lirisht tek institucioni i avokatit të popullit, ose në zyrën qendrore, ose në zyrët rajonale që i kemi, po janë edhe mundësi tjera që ose përmes emailit, përmes postës, përmes telefonit që është pa pagesë, pra i ftojmë gjithë qytetarët që kanë ankesa të tilla të na shkruajnë. Koha gjatë javës ka raportuar për mungesë edhe të disa ilaçeve të tjera të domosdoshme në klinikën e onkologjisë dhe në atë të pediatrisë.